Sot kemi ardhur në Prag dhe në këtë video do të shikoni më shumë rreth transportit, ushqimit, aktiviteteve dhe nëse ja vlen apo jo që ta vizitoni këtë qytet. Nëse është vërtet një qytet prallor, ashtu siç thon, apo është thjesht një qytet Instagrami. Për këtë arsye, për ta zbuluar, ndiqe këtë video deri në fund dhe më jep mendimin tënd. Udhëtimi nga Tirana për në Prag zakonisht kushton rreth 40 deri në 80 euro vati ardhje nëse e kap në kohë. Sa po më rrin, këshilla e parë është kjo. Mos merr taksi. Nga aeroporti merr autobusin që lidhet me metron dhe për 30 deri në 40 minuta je në qendër për vetëm disa euro. Është shumë e lirë dhe shumë praktike. Impresioni i parë në Prag, qyteti të jep menjëherë një vibe ndryshe, ndërtesa historike, rrugica të ngushta dhe një atmosferë që të duket sikur je futur në një film. Një ndër gjërat kryesore që të zgjidh punë në Prag është gjetja e hotelit. Dhe nëse gjen një hotel të mirë afër Old Townit, afër qytetit të vjetër, është perfekte sepse ke mundësi që të lëvizësh dhe kollaj pa përdor transportin, sepse të gjitha atraksionet janë shumë afër me njëra tjetrën. Pra mund të bëhen në kënd. Nga këtu shkolla astronomike, futesh te kjo rrokica këtu për të vajt te koka e Franz Kafkës. Është diku tek 10 minuta larg. Chimney cake. Mos u gënjeni për këto të chimney cake se është tradicionale e Budapestit, nuk është vetëm aq të mirë sa andej. Nuk është tradicionale e Pragës. Në zemër të Pragës ndodhet një nga veprat më të veçanta të artit modern. Ajo është koka e Franz Kafkës, një skulpturë 11 metra e lartë e krijuar nga artisti David Czerny. Ka 42 shtresa qeliku që rrotullohen vazhdimisht, duke shpërbërë dhe ndërtuar fytyrën e shkrimtarit më të famshëm të qytetit. Mosarësh në Prag duhen këpucë të mira. Si shiko që
Këtu jemi në Charles Bridge. Është një urë e ndërnisur, besoj që nga 1400 nga mbreti Charles. Prej ka marrë emrin. Këtu ndodhen në total diku tek mbi 30 statuja të tilla, por që një pjesë e mirë e tyre nuk janë originalet, pasi originalet janë në muze. Është në ndalesat kryesore dhe ke gjatë gjithmonë turista, dhe nëse nuk do ta shohësh me kaq turm, duhet të vish herët në mëngjes, të shohësh dhe lidhjen e diellit, por që ta kesh vetëm për veten, nëse do të bëni foto ose video të bukura. Në të kundërt, kjo është pamja që do të keni gjatë gjithë kohës. Këto e prekin këtë, se thonë që se prek do kthesh prapë në Prag. Jo se ka ndaj shans, jo se do merrni ndaj shans ose do bëni gjë, po thjesht do ktheheni prapë në Prag. Por që do kesh shumë turista. Transporti në Prag, aplikacioni që ju duhet për televizor e ka emrin Pitlitaçka, shky. Mjafton që ta shkarkoni, e keni edhe në Android dhe në Apple. Klikoni te buy a ticket dhe këtu do ta keni biletën me minuta, me ditë. Do ju sugjeroj nëse rini 3 ditë të blini 72 orëshën. Dhe mos harroni që pasi ta blini duhet dhe ta aktivizoni. Pasi kontrollorët e shohin nëse e keni aktivizuar apo jo, dhe nëse nuk e keni të aktivizuar, rrezikoni të merrni job. Kur vjen puna te ushqimi, Praga ka shumë për të ofruar. Provoj një shnicel ose mish të pjekur në një restorant lokal, por shmang zonat shumë turistike nëse do të çmime më të mira. Dhe sigurisht bira. Në Prag, bira është më e lirë se uji në disa vende, e cila kushton nga 2 deri në 4 euro. Nëse i mbledhim të gjitha shpenzimet reale për një ditë, del që Praga është një nga ato qytetet më të lira në Europë. Pra në fund, a ja vlen Praga apo jo? Nëse po kërkon një destinacion të bukur, me histori, ushqim të mirë dhe çmime të përballueshme, atëherë përgjigjja ime është po. Por, nëse nuk të pëlqen turmat, duhet ta planifikosh mirë kohën kur vjen, sepse në fund, Praga është një nga ato vende që duhet ta vizitosh të paktën një herë në jetë. Po ti, a do e vizitoje? Më shkruaj në komente dhe më thuaj cili është destinacioni yt i radhës.